Dhe unë vendosa që ta mbaj dhe më kujtohet kur kam lindur tani në 12 janar të 1990-ës, ishte një ditë, po jo e ftohtë, po nuk ishte më e ftohtë, Mirel. Ishte në një moment kur materniteti ishte në gjendjen e tij më të keqe. Vitet 90. Vitet më të tmerrshme ku nuk gjeje dot asnjë gjë dhe më kujtohet që kam lindur me këmishën e natës që shkova nga shtëpia, se nuk ishte as kushte. Megjithatë, fëmia, djali lindi edhe djalë, edhe 3 kile e 650 dhe aq sa fenomeni u paraqit në media, atëherë ishte gazeta Zëri i Popullit dhe kam ruajtur edhe sot atë foto ku kemi dalë të dy me Tanin, unë një mama e cila nuk kuptoja se ç'ishte bota, po që bota u mblodh ke ai fëmijë dhe më kujtohet atëherë që të mos merresha fare me veten time, sa dola nga materniteti kam shkuar